Cila është përparsa që ty të rëndon më tepër, ajo e mjekut apo ajo e biznesmenit? Mbi supe, mbi atë përparse, ke një përgjegjësi dhe ke jetën e disa apo qindra pacientëve në dorë. Klinika Platinum në kryeqytet është një nga klinikat lider për turizmin dentar. Cili është shteti vizitor më i madh që kemi këtu në Tiranë për këtë shërbim? Shteti vizitor më i madh për momentin është Italia. Është faktori kryesor çmimi apo diçka tjetër? Ka të gjitha asetet Shqipëria aktualisht për ta vizituar dhe për të marrë shërbime mjekësore apo shërbime dentare. Kliton ke dhënë një kontribut serioz në punësimin e njerëzve të spikatur të fushës, nga ata me përvojë që janë mjekrat e bardha të këtij profesioni, po dhe shumë të rinj në të gjitha specialitetet që ka një klinik apo spital stomatologjik. Dojmë që brenda fundit vitit të arrijmë 100 punësuar, aktualisht janë 62 të punësuar. Pse Gjermania është një ofertë kaq atraktive dhe si e shikon ti këtë emigrim të këtij profesioni nga Shqipëria? Për mua është një zgjedhje e gabuar. Cila është paga më e lartë që mund marrë një mjek stomatolog sot? Mund marrë 5.000 euro ose më shumë se 5.000 euro. Cili është miti më i çuditshëm që ekziston rreth kujdesit për dhëmbët në Shqipëri që ne duhet ta sqarojmë njëherë për gjithmonë sot bashk? Është gargara me krip ose larja e dhëmbëve me sodën e bukës. A të ka ndodhur ndonjëherë që një pacient të ketë pëlqyer romantikisht, thot një vajzë këtu? Patjetër edhe ka ndodhur. Si janë çmimet në klinikën tuaj, të kripura, thot dikush tjetër? Çmimet nuk janë as të kripura as të ëmbla, por janë çmime që justifikojnë cilësinë e shërbimit që marrin pacientët.